رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. Në të cilin Kurani ka zbritur në të, dhe ajo që i takon besimtarit duhet punoj me të. Nëse çdo njëri prej jush, ata të cilët nuk din me lexu Kur'an në këto 17 dita, nëse e kishin marrë për një merë edhe kishin punu me ta, vetëm se ishin mësu me lexu deri më sot. Ndërsa ata të cilët kanë qenë të dopt në lexim të Kuranit deri sot në 17 dita, nëse ishin mundu në të, vetëm se kishin përmirësuar leximin e tyre. E ata të cilët kanë lexu edhe din me lexu rrjedhshëm për këto 17 ditë, vetëm se kishin përfundu disa hatme. Nuk po flasim për një hatme, po flasim për disa hatme. Duke e ditur se Ramazani është muaj i Kuranit, edhe besimtari duhet ta shton përpjekjen në të, edhe duhet ta shton mundin edhe leximin në Kur'an edhe punën me Kur'an. Transmetohet se shumica e dietarëve prej tabiinëve dhe prej dietarëve të mëdhenshëm, kur ka ardhur muaji i Ramazanit, i kanë lënë të gjitha angazhimet e tyre, edhe kanë punuar dhe janë marrë vetëm me Kur'an. Transmetohet se Imam Shafiu, vetë për duke e parë mundin e tina dhe përpjekjen e tina në shkrimin e librave të shumtë, në Ramazan i përfundonte rreth 60 hatme, që i bjen diku 2 hatme brenda ditës. Nuk po themi që edhe ne ta japim mundin e t'i bëjmë 60 hatme në muajin e Ramazanit, për supaku secili prej nesh këtu prezant, të cilët po i shoh edhe e di të cilët lexojnë rrjedhshëm, ndoshta deri tash e dyta vetëm se duhet me qenë ka fundi. Kurani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, e zbritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes melekut Xhibril. Në Kur'anin ne bëjmë adhurim Allahu subhanahu wa taala. Me fjalën Allahu subhanahu wa taala ne adhurojmë Allahu subhanahu wa taala dhe i falmi namazet. Andaj ata të cilën kapën për fjalën e Allahut edhe kapën për Kur'anin, atyre Allahu subhanahu wa taala i jep begati edhe mirësi të shumta. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Por se tha pejgamberi se o Zoti jam, populli jam vetëm se e kanë marrë këtë Kur'an si kur diçka të hedhur. Edhe ka prej tyre të cilët Kur'anin ndoshta e lojnë vetëm të shtëpia, e ka që i kushtojnë shumë rëndësi, e lojnë me një qosh edhe një tentene për me. Nuk është kjo kujdesi ndaj Kur'anit. Kujdesi ndaj Kur'anit është kur ti e merr atë dhe lexon çdo ditë prej tij. Kujdesi ndaj Kur'anit është kur e merr ti atë dhe për fjalët e tina mundohesh me nxjerr kuptimin më të saktë. Ka prej tyre që e marrin Kur'anin vetëm për lexim, por se nuk i kushtojnë rëndësi edhe domethënies tina, duke e parë që sot kemi përkthime dhe botime të shumta të Kur'anit edhe në gjuhën shqipe. Nuk është asgjë e keqe nëse ti e merr ajetet e para të Kur'anit edhe i këshir edhe me përkthim shqip, edhe mundohesh me i kuptuar ato saktë, edhe mundohesh me meditu në to. Prandaj, kush ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qara harfa min kitabillahi falahu bihi hasana. Kush e lexon një fjalë, kush e lexon një shkronjë prej fjalës së Allahut subhanahu wa taala, për ta i ka me pas mirësi dhe ka me pas shpërblime. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Edhe ato shpërblime, edhe ato të mira janë sa 10 fish. Allahu subhanahu wa taala për çdo shkronjë Kur'ani shpërblen 10 fish. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu alif lam mim harf. Nuk po them se alif lam mim është vetëm një shkronjë, por yaqulu alifun harf wa lamul harf wa mimun harf. Elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë, edhe mimi është një shkronjë. Duke ditur se jemi në ditat e Ramazanit ku Allahu subhanahu wa taala shpërblen, edhe këtë dita e shumëfishon shpërblimin e tina, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se një shkronjë e Kur'anit ka 10 sevape, në ditën e Ramazanit ka edhe më shumë sevape në to. Por se sevapet edhe shpërblimet vetëm se shtohen kur robi edhe fillon edhe mediton rreth atyre fjalëve, edhe më shumë shtohen kur robi mundohet që çdo fjalë që e lexon prej librit të Allahut me mundu edhe me praktiku edhe në jetën e tij të përditshme. Me marr me mësu Kur'anin, nëse ti din me lexu Kur'an, merr dikë tjetër i cili nuk din, edhe mundohet gjatë ditëve të Ramazanit me mësu ato. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin edhe atë u mëson të tjerëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej juve
është ai i cili e mëson fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E mëson me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, por se nuk e mëson këtë vetëm për veti, por se atë u mëson edhe të tjerëve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith tjetër, "El-Kur'anu was-siyamu yashfa'ani lil-'abd." Kur'ani edhe agjerimi ndërmjetësojnë të dytë, ndërmjetësojnë për robin. Yaqulu al-Qur'anu Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layli fashfi'ni fihi. O Allah, thot vjen Kur'ani në ditën e gjykimit, edhe bën ndërmjetësim për robin, edhe thot, o Allah, unë këtë njeri, këtë rob, e kam lënë pa gjumë natën, edhe e kam lënë pa e dhënë përpjekje në çështje tjera të dunjës ditën, sepse ja kam zonë kohën e tina i të më lexu mua. Do thot Kur'ani ndërmjetëson për ty, edhe thot, o Allah, shpëtoje këto, për hatër të asaj që ai u shmëndua dhe e ka dhënë përpjekjen e gjuhdin e vet gjatë leximit të Kur'anit, o Allah, unë ndërmjetësoj për to. Wa yaqulu siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wa shahawati bin-nahar fashaffi'ni fi. O Allah, thot, vjen agjerimi dhe i thot Allahu subhanahu wa taala, ja Rabb, unë e kam dalë këtë rob gjatë ditës prej ushqimit edhe pijes, edhe e kam dalë këto prej dëshirave tjera të dunjajës, andaj unë e po ndërmjetësoj për të. Fa yashfi'an. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja pranon Kur'anit edhe agjerimit ndërmjetësimin. Do thotë ty në këtë ditë u kanë mbledhur dy mirësi të mëdha. Dita e agjerimit e cilën ti agjeron për Allahu subhanahu wa taala, ku tha Allahu subhanahu wa taala hadith kutsi wa ana ajzi bihi, edhe unë shpërblej për atë, unë shpërblej për agjerimin, edhe tjetra e kije Kur'anin për me lexu, edhe të mbledhën dy mirësi, dy çështje, dy vepra të cilat ti i bën edhe ndërmjetësojnë tek ti para Allahu subhanahu wa taala. Kush ka më shumë nevojë se ne, se me ardhi kush e na ndërmjetësu edhe me na shpëtu prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj jepe mundin tënd. Jepe mundin tënd gjatë ditës kur ti agjeron, mundohu që mos me prish agjerimin me gjëra të kota. Mundohu që me rujt shikimin tënd prej gjërave haram të cilat e dobësojnë agjerimin. Mundohu që me i rujt edhe gjuhën tënde prej fjalëve të kota. Edhe largohu nga çdo gjë kote edhe angazhoje veten tënde që ta arrish shpërblimin e plotë të agjerimit. Përveçtojna gjatë ditës kur ja agjerueshëm, caktoje një kohë. Caktoje një kohë kur ti lexon diçka prej fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk mundesh me lexu shpejt, spaku atë çka lexon lexoje, edhe mundohu që me kuptu duke e shikuar kuptimin e sajna, edhe duke medituar rreth fjalës së sajna. E kemi përsërit shumë herë këtë ditë, këtë derse, se me medituar rreth fjalës së Allahut subhanahu wa taala është më e mirë se sa me i fal një rekate namaz nafile në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ata të cilët e lexojnë Kur'anin duhet me pas edhe një edukat rreth tina. Jo vetëm çush janë tonet me marr Kur'anin dhe me kap Kur'anin, por se me marr abdes edhe me pastru veten e tyre edhe me mundu sa më të pastër që të jetë me lexu Kur'anin, sepse tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk e prekin ato vetëm se dikush i cili është i pastër. Po ashtu për meditimin rreth fjalës Allahu subhanahu wa taala, fa Allahu afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim akfaluha. A nuk e meditojnë ata rreth fjalës Allahu subhanahu wa taala, a nuk meditojnë rreth fjalës rreth Kur'anit edhe asaj që ka zbritur në Kur'an, apo ju ka mbyllur juve zemrat, apo në zemrat e juve vetëm se ka drytë të cilën janë mbyllur edhe nuk meditojnë edhe nuk e kuptojnë Kur'anin. Prandaj edhe gjeneratat e para prej sahabëve ishin prej atyre të cilët kur e lexonin Kur'anin, ndoshta edhe emocionueshin shumë. Transmetohet se Omer ibn Khattabi një herë prej herave gjatë natës i shtoje tërë nata duke falë namaz natë, duke përsëritur vetëm një ajet për Kur'an, fa idha nukira fin naqur, e kur i fryhet surit fa dhalika yawma idhin yawmun asir. Ajo ditë ka më kon prej ditëve të rëna, prej ditëve të vështira, alal kafirin ghayru yasir, e për pabesimtar, për kafira ka më shkon një ditë edhe më e vështirë se kjo. Këto tre ajete transmetohet se Omer ibn Khattabi filloi me çajtë duke medituar rreth tyre gjatë namazit që ishte duke e bë, edhe tërë natën sa ka falur namaz i ka përsëritur vetëm këto tre ajete. Fa idha nukira fin naqur fa dhalika yawma idhi yawmun asir ala al-kafirin ghayru yasir. Kjo është ajo e duhur atë që duhet ta bëjmë edhe ne. Kjo është ajo e duhur edhe porosia që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, edhe porosia që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe që përveç se me lexu Kur'anin dhe me kalu rreth rreshtave tina, ne duhet edhe me medituar rreth atyre fjalëve. Po ashtu transmetohet se Abu Huraira radiallahu anhu tha,
se në atë shtëpi ku lexohet Kurani, Allahu subhanahu wa taala zbret mirësi, zbret begati të mëdha, edhe ja hap dyert e rrezikut asaj shtëpie. Ndërsa në shtëpi ku nuk lexohet Kurani, në shtëpi ku nuk lexohet fjala Allahu subhanahu wa taala i mbyll edhe ja pakson rrezikun asaj shtëpie, edhe i shtohen bregat edhe problemat asaj shtëpie. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilët e lexojnë Kuranin vazhdimisht, por se edhe atë Kuran u mësojnë të tjerëve. Lutim Allahu subhanahu wa taala që më na rujt neve dhe familjet tona dhe më na bëj për atyre që janë të kapur për fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahu që të pranoj Kuranin ton, agjërimin ton, namazin ton dhe gjithë veprat e mira në këtë ditë. Walhamdulillahi rabbil alamin.